I nderuar zoti kryetar, me nder jush kam bërë dhe unë një kërkesë për interpelancë me shoqe ministre punëve të shtetit. Tani janë kategorizuar këtu deputetët, ne fshatarëve nuk na vjen radha. Kujtohet para 90-s, në ato vitet e qoftë largut, kur maja radhën për vajguri, sa e që vinte mua radha s'kishte vajguri maronte. Edhe kjo pjesë e interpelancës po të njëjtën nivel jemi. Para një nuk po e pyes për shtetin tim, se si tha ministrja nuk pim ilaçe. Problemi është që në Lushe nuk pret situata se kur të rregullohet dhe kur të ta ketë Terezin ministrja. Ajo ka një ca batuta të bukura dhe thot në fund vitit, po deri në fund vitit nuk premton situata për spitalin e Lushnjës. Kështu që merrni masa sekretari i kuvendit se kam 2 muaj që kam bërë kërkesë për interpelancë. Faleminderit. Faleminderit. Nëse hitni sy kalendarit, do shikoni që interpelancat janë programuar në kalendarin që sapo miratuam. Zoti Balla, për procedurë.